9C ka thonë gënjeshtra e tyre se kinë se unë jam fanatik ndaj Sheh Muhamedit. Kjo nuk qëndron. Mirë po, përderisa gjykata e shtetit të tauhidit e ka pastruar ata nga akuzat, nga këto akuza, kush jam unë të flas kundër ti. Do më thonë, paralajmërimet e imamëve kundër Ibn Hadit dhe fitnen që shkaktoi ai dhe ti vazhdon me mbrojt dhe s'qenke fanatik. Po, mas gjitha asaj që ka bërë Ibn Hadi, arrit dikush me të vetë se një njeri fanatik. Pastaj, çështja e gjykatës në lidhje me atë vllajën e Hollandës. Kjo, a ka qenë kjo shkaku i fitnes të Ibn Hadit, se këta njerëz këtë duan tash domethënë, ta kufizojnë këtë çështjen e Muhammed bin Hadit, çështja e gjykatës. Po e pastroi gjykata, kjo është burr i mirë. Çka jeni tu folju, i boni pa drejtësi. Këta domethënë manipulojnë dhe e dinë se manipulojnë. Këta donë ta kufizojnë domethënë se fitneja e këtij personit qenë ka çështja e atit me vllajt e atit Hollandës, e Bojupit. Po përfundoi kjo, ky njeri është në rregull, është referencë, është burr i mirë. I them, ky është një manipulim tjetër që ju mundoheni t'i mashtroni njerëzit. Gjoja se problemi i Ibn Hadit është vetëm çështja e fjalës që ka thënë ndaj e Bojupit. Por u përkujtoj me fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot: "Wa anna Allaha la yahdi kayda al-kha'inin." Se vërtet, Allahu nuk realizon dredhin e tradhtarëve. Keni kujdes. Edhe kthehuni te tefsiri Sheikh Saadit rahimahullah dhe shikoni çka thot për këtë ajet. Yarhamakallah. Tash, dëgjo, çka ka thonë Imam Rabia rahimullah për Ibn Hadin, dhe nëse posedon sinqeritet dhe drejtësi, dil dhe trego, a janë këto fjalë të Sheikh Rabis për Ibn Hadin, për çështjen e Ebu Ejupit, ose për fitnën në përgjithësi që ai e shkaktoi dhe ka plot tër botën. Çka thot Sheikh Rabia? Dëgjo tani. Sheikh Rabia thot: Muhammed Hadi ma indahu illa dhulm. Muhammed bin Hadi nuk ka vetëm se zullum. Muhammed bin Hadi nuk ka vetëm se zullum, pa drejtësi. Muhammed bin Hadi akhtar min al-Haddadiyya 'asharat al-marrat. Muhammed bin Hadi është 10 herë më i rrezikshëm se Haddadit. Këtë thot Sheikh Rabia për Muhammed bin Hadin. A është kjo çështja e Ebu Ejupit tash? Jo, a jeni të rezi, do më thonë, ku mundoni dhe me kë mundoheni? Çka thot Sheikh Rabia për Muhammed bin Hadin? Muhammed bin Hadi warauhu al-a'da. Pas Muhammed bin Hadit janë armiqët. Këtë thot Imam Rabia. Warauhu al-a'da. Armiqët e islamit, armiqët e sunnetit. A është kjo çështja vetëm e Ebu Ejupit, e Hollandës? Thot Sheikh Rabia prap: Muhammed bin Hadi kelamuhu kulluhu tharthara. Fjalët e Ibn Hadit janë të gjitha llomotitje. Kjo thot Sheikh Rabia për Ibn Hadin. A është kjo vetëm për Ebu Ejupin? Për çështjen e Ebu Ejupit? Tharthara. Sheikh Rabia thot për Ibn Hadin: Muhammed bin Hadi kesul wa lam wa laysa indahu muallafat. Muhammed bin Hadi është dembel dhe nuk ka libra as shkrime. Sheikh Rabia thot për Muhammed bin Hadi: Muhammed bin Hadi yuharib as-salafiyin. Muhammed bin Hadi i lufton salafit. Sheikh Rabia thot: Muhammed bin Hadi bedda salafiyin. I ka shpall bidatçi salafit. Sheikh Rabia thot: Muhammed bin Hadi wallahi innahu lakadhab. Sheikh Rabia thot: Pasha Allahun, ky njeri Muhammed Hadi është gënjeshtar.
Shekh Rabia thot, Muhammed bin Hadi akhassun min el Haddadija, është më i keq se Haddadive. Shekh Rabia thot, Muhammed bin Hadi yel'ab ala nas, i manipulon njerëzit. Shekh Rabia thot, fitnatu Abdurrahman Abdul Khaliq la ushra mi'ashir min fitnati Muhammed bin Hadi. Fitna Abdurrahman Abdul Khaliq as 10% nuk është nga fitnia Muhammed bin Hadit, as 10%. Shekh Rabia thot, Muhammed bin Hadi sifrul yadain min el adilla. Muhammed bin Hadi nuk ka as një argument, është boshduar nga argumentet. Shekh Rabia thot, Muhammed bin Hadi taghayyar, ka ndryshuar. Shekh Rabia thot, lau kana indahu hujja la ayadna. Nëse kishte pasur argumente, do e kishim përkrahur. Wallahi, kjo fitne e Muhammed bin Hadit el Medkhali është dëshmia e fundit e këtij luanit, Shekh Rabia rahimahullah, se ky njeri nuk ka anuar për preardhjen, familjen, afërsinë e fëmijët e të ngjashme, por i ka bërë gjykimet në bazë të argumenteve. Kjo është ka paku për Shekh Rabin. Vula, se ndoshta kishin ardhur njerëz ma vonë, kishin thënë e ka pas let me fol për Sejt Kutubin, e ka pas let me fol për Ali Halebiun, e ka pas let me fol për Jahel Haxhurin, se nuk i ka pas të vetit. A ka fol për ato të vetit? Po u themi, ka fol për Muhammed bin Hadin, që e ka pas si fëmijë, i ka dalë dhe e ka ballafaqu. Edhe aje ngriti Muhammed bin Hadin, edhe aje uli Muhammed bin Hadin.